أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër besimtar, të nderuara nana dhe motra të pranishme në këtë xhami, lutim Allahun e madhërisëm që Allahu të gjithë neve na bën prej besimtarëve të çliruar nga zjarmi i xhehenemit. Lutim Allahun e madhërisëm që Allahu t'i mbush zemrat tona me dashuri për madhërinë e Tij subhanahu wa taala. Lutim Allahun e madhëshëm që Allahu t'na mbush zemrat me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun e madhëshëm që Allahu t'na mbush zemrat me dashuri për Islamin, për Kur'anin, për namazin, për vlerat morale, për ndeshmërinë dhe të gjitha veprat e mira që i don Allahu dhul xhelal. Të dashur besimtar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahu i madhreshëm ilshon bekimet e veta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E melaqet i lutën Allahu dhul xhelal që Allahu të vazhdon bekimet e tij mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vazhdon Allahu dhul xhelal dhe thot: Ja ju helledhina amenu, o ju besimtar, edhe ju dërgoni salavat dhe selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fjalimin e natës së parë të këtij dhjeçit të fundit të këtij muajit madhështor, e filluam me falëndrim dhe Allahu dhul xhelal. E sot e vazhdojmë me salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për të kuptuar atë që ulemat kanë thonë, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, se kjo feja islame ndërtohet mbi dy parime bazë: en la yu'badu illa Allah, që vetëm Allahu dhul xhelal të adhurohet, që është një, pa ortak dhe pa rival, wa en la yuttaba illa Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, dhe vetëm Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të pasohet. Pra feja islame ndërtohet mbi dy parime bazike, që gjithë ummeti islam që nga koha e artë e islamit e deri më sot duhet t'i kupton mirë edhe duhet sipas asaj të jeton. Vetëm Allahun të adhuron, askën tjetër veç tij. Edhe kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah, se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahu dhul xhelal. Dhe pjesa e dytë është që vetëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ta pasojmë, ta ndjekim, ta imitojmë, të ecim hapave të tij. Edhe kjo është kuptimi i pjesës së dytë të shahadetit: wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu, është rob i tij dhe i dërguar i Allahu dhul xhelal. Shefnë e vllazëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu të cilin Allahu i madhëreshëm e zgjodhi që nëpërmes tij të sjellë në botë dritën e tij. Atë e zgjodhi që të jetë pejgamberi i fundit, vula e pejgamberisë. Dhe nëpërmes tij e solli Kur'anin, i cili është udhëzim për njerëzimin, i cili është dritë për njerëzimin, i cili është mëshirë për njerëzimin,
i cili i jep jetë dhe gjallëri jetës së besimtarit. Dhe pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e la pas ti Kur'anin fisnik dhe sunetin e tij. Dhe shifni si e përshkuan Allahu i madhëshëm këtë njeri, këtë vull të pejgamberisë. Thot Allahu dhu xhelal: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ty o Muhammed kemi dërguar mëshirë për gjithë botrat. Ardhja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thot ardhje me të edhe mëshira e tij, mëshira Allahu dhul xhelal. Pastaj Allahu dhul xhelal e përshkuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Wa kana bil mu'minina raufur rahima." Dhe ishte i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët. Dhe pastaj e përshkuan Allahu dhul xhelal dhe thot: "Wa innaka la ala khuluqin adhim." Ti o Muhammed je njeri me vlera morale të përsosura. Dhe i thot Allahu dhu xhelal: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet asgjë prej hirit të tij, prej epshit të tij, po vetëm atë që Allahu ja shpall atij. Andaj o vëllezër, një ditë për ditëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke majt një fjalim në xhamin e tij, erdhi një njeri dhe e ndërpreu në bisedën e tij dhe parashoi një pyetje, tha: "Ya Rasulullah, mata as-sa'a?" O i dërguari i Allahut, kur ndodh kiameti? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e vazhdoi bisedën e tij dhe nuk u përgjigj aty për aty këtij sahabiu që e parashoi këtë pyetje. Pasi e përfundoi ligjëratën e tij, këshillën e tij, i tha: "Meni sa'il?" Ku është ai që pyeti? Tha njeriu: "Unë e pyeta ja Rasulullah." E i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Madha a'dadta laha?" Çka ke përgatit për kiametin, ti që do të më ditë ku ka ndodhur kiameti? Pyetje shumë e rëndësishme që e parashtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij besimtari, këtij sahabiu. E kjo pyetje vlen edhe për mu, edhe për ty sot. Çka kemi përgatit na për Allahun dhul xhelal? Çka kemi përgatit na për vdekjen tonë? Çka kemi përgatit na për ditën e llogarisë? Çka kemi përgatit na për ditën e kiametit? Madha a'dadta laha? Çka ke përgatit ti për kiametin? Ti që po vetë kur ka me qenë kiameti, parashtoja pyetjen vetvetes fillimisht: çka ke bo gati ti? Çka ke me marrë me vete ti nëse ndodh kiameti? Shifni pyetje interesante, përgjigje dhe më interesante. Edukim që ne të gjithë t'ja marrim gajle vetvetes, cili është bagazhi që na kena me marrë nga kjo botë për jetën e ahiretit. Cilit janë veprat tona të mira që na do i kemi me vete. Do vazhdojnë ato me udhëtu bashkë me ne. E nuk do i hupim gjatë udhëtimit tonë këtë dynja. Andaj Allahu më gjashot: "Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha." Kush vjen me vepër të mirë, kush vjen, sepse ti mundesh me e bë një vepër të mirë, ama me humb rrugës, ama mos me mujt me marr me vete, sepse nuk e bën për Allahun e madhreshëm, apo nuk e bën sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllazën, ne si xhallar, edhe ju si besimtar, duhet me pas xhelozi të jashtëzakonshme në këto dy parime, që vetëm Allahun të adhurojmë dhe asgjë tjetër veçtit mos adhurohet, as gur, as dru, as teqe, as tyrbe, as njeri, as melaçe, as gjin, as pjetar, as pushtetar, as kan, vetëm Allahun dhul xhelal. Vetëm atë ta duam, vetëm atij t'i frigohemi, vetëm atë ta shpresojmë dhe vetëm prej tij çdo gjë që kemi nevojë të kërkojmë. Sepse krejt që kemi nevojë na janë në dorën e Allahut dhul xhelal. Edhe jeta jonë, edhe pasuria jonë, edhe fama jonë, edhe pushteti që e duam, edhe krejt që ka i duam i kemi të Allahu dhul xhelal. Andaj mos e përul kokën tonë ndaj askujt në aditjen e qëllimeve tuaja, por vazhdimisht përule kokën para Allahu dhul xhelal dhe kërko prej tij ai me të ngrit ty këtë ballë që me te tregojmë lartësinë tonë, tregojmë dinjitetin tonë, tregojmë
fuqin ton e përulim, e vendosim tokë vetëm për Allahun dhu xhelal. Omer al-Mukhtar e don të gruan e vetë shumë dhe respekton të jashtëzakonisht. E dini pse? Se kur vinte Omer Mukhtari në shtëpinë e tij, në çadrën e tij në Libi, në shekullin 19, ajo dilte dhe hapte çadrën shumë, që kur të hije Omer Mukhtari mos ketë nevojë me u përul. Se thëke ky njeri i cili nuk din me u përul ndaj askujt përveç ndaj Allahu dhu xhelal, as ndaj forcave okupatore që ishin në atë kohë në Libi, nuk du me leju që të përul kokën e ti edhe kur hin shtëpinë e ti apo në çadrën e ti. Grua besimtare e cila e mbante autoritetin e burit vetë nalt, sepse ky buri ishte i sinqert në adhurimin e Allahu dhu xhelal dhe gruaja e ndihmonte në sakrificën e tij dhe përpjeket për ta shqiruar atë vend nga okupatori që ishte në atë kohë. Edhe forcat okupatore italiane që kishin okupuar Libin në atë kohë luftuan vite me radhë kundër Titrimi dhe Luani të Shkretirës, ata në fund e kapën dhe ekzekutun. Ama emri Omer Mukhtarit nuk u haru, a emri i kolonelit ushtarak që urdhëi ekzekutimin e tij kur kush më nuk e përmend. Andë kjo është pjesa e parë. Dhe pjesa e dytë është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekja e udhës së tij, ndjekja e sunetit të tij, duke mbrojtë vetveten nga çdo bidat, nga çdo sajes, nga çdo shtesë, nga çdo amandament në fenë Allahu dhu xhelal, tu e tentu dhe tu përpjek me jetu islamin burimor, islamin e pastër, ashtu si që ka shpall Allahu dhu xhelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ti kthehemi hadithit. Kur i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabiut, madha adette laha, çka ke përgatit ti për kiametin? Shifni përgjigjen e këtij besimtarit modest, besimtarit të devotshëm, besimtarit të sinqert, i cili nuk ka mendjemallësi, as nuk ka vetpëlqim, as nuk ka mburje për punët e tij që i bën. Dikujt për neve i shkon mendja me thonë, valla une po di me majt fjalim të mirë e une kush jam, kur kush i si e te. E dikush me mendu se unë jam hafëz i Koranit, edhe unë që ka bëjt zbën kur kush i në kja së te. E gjemati me mendu se jemi të ardhë namaznate ku me di që kemi bon. Së është asgja kjo krasim me të mira që Allahu neve na i ka dhënë. Mos me leju me na urit menja e me mendu se adhurimet tona janë një sukses i jashtëzakonshëm dhe me ta na me dal e mu lavdru para njëri tjetrit, po me e keqe se kjo është me dal mu lavdru para Allahu dhu xhelal. E shifni këtë sahabi të devotshëm, të sinqert, modest, sa unë nuk kam shumë vepra të mira që kam bën. Walakin mirë po, inni uhibbu Allaha wa rasulah. Ama o tha unë një send e di sigurt që e kam në zemrën time. Unë e du Allahun e madhrishëm dhe e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka që kam une? Kjo zemër, e cila është motori i gjithë jetës së besimtarit, aty zë vend imani, dhe aty zon vend adhurimet e zemrës bazike, aty prodhohet energjia pozitive për adhurim, aty merren vendimet, niyetet për të adhuruar Allahun xhelal. Kjo zemër tek ai sahabi ishte e mbushur me dashurinë ndaj Allahut xhelal dhe me dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dini çka do të thonë me dashur Allahun xhelal dhe me dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Që në momentin që të vjen situata me rreziku, me sakrifiku jetën tonë për Allahun, me qenë kjo puna më e vogël që ti e bën për Allahun xhelal, më e vogla. E dikush për neve nëse jep 5 euro për Allah, i duket se ka dhënë shumë. E 500 euro, po nuk folet me te. E 5.000 mi dhënë dikush, që s'bën vakim i dhënë dikush sadaka, se për zeqat me pastru llomin e pastrurisë tonë, mos e ndi vetën që i të bëjë punë të madhe. Xhamati, besimtar, kur japin zeqatin i duket vetë se janë të dhënë shumë. Llomin, bërlloket e pasurisë tonë jetu i nxjerr jashtë. S'ki von kur gjë. Mos mendo më u lavdru,
sadaka që t'japsh nga zemra jote, e mbushur me dashuri për Allahun xhelal, është domethënëse. Ama edhe kjo është shumë pak krahasim me atë që ka dhënë jetën për Allahun xhelal. Kjo është dashuri e cila të bën gatshëm të flijohesh i gjithi ti me çka ki për Allahun xhelal. Ne kena problem me dalë sabah. Ne kena problem me bo gjihad me nefsin ton, me dalgu nga harami. Ne kena problem me detyru veten mës me u idhnu me vllaun ton, ose me u pajtu mas i imi idhnu. Ne kena problem me nefsin ton për gjëra shumë dvogla. E na flasni për diçka që është e madhe për ne, e është asgjë për Allahun dhu xhelal, me flu edhe jetën për Allahun. Po, zemra e cila e don Allahun është e tillë. Andaj nëse na nuk kemi të tillë, do thotë në zemrën ton hala ka bëshllëk, hala s'është mush e tëra me dashuri për Allahun dhu xhelal. E dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka do të thonë? Do të thonë që na me qenë gatshëm që gjithë egoja jon, dëshirat tona, qefet tona, mendimet tona, mos me leju kur me e kundërshtu atë që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç ka ardhur një hadith dhaif që e përmend Imam Ibn Rajebi rahimullahu taala në 50 hadithet të Imam Neviut 40 edhe 10 që shton Imam Rajebi, thotë la yuminu ahadukum hatta yakunu hawa'u taban lima ji'tu bihi. Nuk është besimtar askush për juve derisa epshi i tij nuk e pason atë që kam ardhur unë me të. Ti nështrohesh tërësisht sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në përputhje me atë që Allahu i madhëshëm kur thotë la tuqaddimu bayna yaday Ilahi wa rasulih. Mos jepni përparësi asgjës, as mendimit tan, as zakonit tan, as traditës tone para asaj që ka thonë Allahu dhu xhelal dhe që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, nëse ne e ngrisim zërin ton mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kundërshtojmë udhëzimet e tija, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Mos e ngritni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo gjendje ti shkatron veprat e mira që i ke bën pa i hetu. A kuptoni çka do të më thonë me dash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ai me qenë imami jon të gjithë jetën tonë. Imami hoxhallarëve, imami besimtarëve, imami politikanëve, imami biznesmenëve, imami mujahidave, imami i çdo njeriu që don me fitu kënaqësinë e Allahut xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Dhaqa ta'am al-iman. Do të shijon ëmbëlsinë e imanit man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Do shijon kënaqësinë e imanit, shijen e imanit, ai që është i kënaqur Allahun ta ketë Zot, Islamin ta ketë fe dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ta ketë pejgamber të tij. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatu man kunna fihi wajada halawata al-iman. Kush i ka tre komponente do shijon ëmbëlsinë e imanit, fa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ta don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo gjë tjetër veç tyre. Test për imanin ton, dashnia ndaj Allahut dhu xhelal dhe dashnia ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur i tha ky sahabi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që unë nuk kam shumë vepra të mira, por unë e du Allahun dhe e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Innaka ma'a man ahbabt. Thënë sahabët, ishte mishdja më e madhe që Allahu dhu xhelal ja dha besimtarve. Tha ti do t'jesh me atë që e don. Është test i rëndë, ama shpërblimi shumë i madh, ti do t'jesh me atë që e don. Nëse zemra jonë është e mbushur me dashnin dhe Allahu dhu xhelal, ti do jesh në ahiret në rahmetin e Allahut, do të kesh privilegj me qenë afër ti subhanahu wa taala. Ne nuk mund ta shijojmë pozitën me qenë afër Zotit dhu xhelal, sepse nuk e kemi kuptuar madhështinë e tij e as madhërinë e tij. Neve sot lakmojmë me qenë afër një këngëtarit, me qenë afër një sportistit, me qenë afër një politikanit,
me qenë afër një pushtetarit, lakmojmë na edhe dalim foto në për rrjetet sociale dhe mendojmë se çka kemi bë, ku kemi mri. Kjo s'është asgjë. Nuk ja vlen as më u krahasu, është e ult edhe për krahasim me përmend. Mirë po me qenë afër Allahu dhu xhelal, është pozita më e madhe që arrin njeriu në jetën e tij. Andaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në xhenet është një pozitë, është një vend. Aty s'ka vend për dy veta, veç për një. E tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i tha besimtarëve, më tha mua dhe ty, në tha neve, lutna Allahun që Allahut më jep mu atë vend. Edhe besimtarët gjëherë që thret ezani, e bëjnë duan e ezanit dhe e lusin Allahun dhu xhelal që këtë vend Maqamil Mahmudin t'ja jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ti e bën ndoshta këtë dua nëse e din. Mirë, por nuk e kujton se ti me këtë ja plotson një dëshirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë manifeston dashnin tonë ndaj tij, edhe me këtë dashni ndaj tij ti je me të në xhenet inshallahu taala. O vëllazër, tani këto net ne duhet të adhuru Allahun në çdo natë në 10 e fundit. Gabojmë nëse adhurojmë Allahun si tregtari, një ditë po e një ditë jo. Ne të tek vim krejt e ne të çift vjen dikush. Pse? Sepse ne të tek ka mundësi me ka nata e kadrit, e ne të çift jo. Pa marrë parasysh diskutimet dhe debati që kanë bërë dietarët për 10 e fundit, edhe ne të tek, edhe çift, edhe natën 27, një sen duhet me kuptu krejt na. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çdo natë Allahu liron nga zjarmi i xhehenemit një numër të caktuar të besimtarëve çdo natë. E ti nëse nuk e adhuron Allahun çdo natë, privohesh nga fitimi i këtij sevapit kaq të madh, me fitu një garancë, me fitu një diplom, me fitu një vërtetim se ti s'ke me hi në xhenem hiç. Andaj mos e adhuroni Allahun hove, as ditë e ditë, po adhuroni Allahun vazhdimisht, gjithë jetën tuaj. Ashtu siç Allah i madhreshëm na mëson, Kur'ani dhe thotë wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuro vazhdimisht Zotin tan derisa të vjen momenti i vdekjes. Lusë Allahun e madhreshëm që Allahut në mujë zemrat me dashuri për Allahun dhu xhelal, pastaj me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që të adhurojmë vetëm Allahun dhe asgjë veçti të mos adhurojmë pa marrë parasysh a është epshi jon, a është dëshira jon, a është fama jon, a është pushteti jon, a është pasuria jon, apo çka do që është për kësaj bote. Dhe ta ndjekim vetëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ta fitojmë këtë dua të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të jemi me të ditën kur dali para madhisë së tij inshallah taala. Salavat ve selam i dërgoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.